Kjo hënë u shënua nga mazhi në nderim të dëshmorëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Ceremonia u zhvillua në varrezat e dëshmorëve të kombit në Tiranë pranë monumentit nën Shqipëri. Në nderim të rënëve, presidenti i Republikës Bajram Begaj, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali, kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës Anuela Ristani, si dhe përfaqësues të tjerë të politikës shqiptare vendosur Kurora Melula. Pjesëmarrësit në këtë ceremoni përkujtuan me respekt dhe solemnitet sakrificën e atyre që dhanë jetën për liri dhe pavarësinë e vendit, duke përcjellë mesazhin për ruajtjen e vlerave historike dhe kujtesën kolektive. Kreu i shtetit nderoi veprën e tyre sublime për atë dheu, ndërsa përcodhi një mesazh të veçantë për të rinj në rrjetin social Facebook. Me 5 maj, ditën e dëshmorëve, për ulemi përpara guximit dhe sakrificës së atyre që dhanë gjithçka për çlirimin e Shqipërisë. Vlerat e tyre, trimëria dhe përkushtimi ndaj lirisë janë trashëgimi e shenjtë. Ne kemi për detyrë të përcjellim brezit të ri këtë flak atë dhe dashurie, duke nderuar përjetësisht kujtimin e tyre, shkruan presidenti i Republikës Bajram Begaj në profilin e tij në Facebook. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale shkroi të paharrueshëm dëshmorët e atë dheut.